personat me çrregullime mendore dhe nevoja të veçanta përmbëjnë një nga grupet më të marginalizuara apo më sfiduese për trajtimin në këto institucione. Andaj, në situatën çfarë jemi, domethënë ne kemi avokuar të kaluarën, po edhe tani domethënë edhe përmes kësaj tyreze synojmë që të bëjmë thirrje të institucionet përkatëse për krijimin e strukturës organizative të institucioneve korrektuese për vendosjen adekuate dhe trajtimin adekuat të persona me çrregullime mendore që bjen ndesh me ligjin. Ajo që është më shqetësuesja, këto raste domethënë shpeshherë paraqesin rrezik për veten, për personat e tjerë të privuar nga liria, e po ashtu ka raste kur rrezikohet vetë jeta e stafit korrektues. Për më tepër, në disa raste, këta persona përfundojnë në mënyrë tragjike, duke kryer edhe vetvrasje gjatë mbajtjes së tyre në vendet e privimit nga liria. Prandaj bëjmë thirrje në këtë ditë që të plotësohet infrastruktura përkatëse dhe çdo person që konstatohet që ka probleme të shëndetit mendor dhe që ka nevojë për trajtim të vendoset në institucion ku ka staf të mjaftueshëm, staf profesional dhe do të marrin trajtimin e merituar. Institucioni Avokatit të Popullit përmes mekanizmit kombëtar për parandalimin e torturës ushtron një rol kyç në monitorimin e vendeve të personave ose ku mbahen të privuar personat nga liria. Përmes vizitave të rregullta të paparalajmëruara, raporteve dhe rekomandimeve, mekanizmi kontribon në identifikimin e mangësive, parandalimin e keqtrajtimit dhe promovimin e standardeve kombëtare dhe ndërkombëtare për trajtimin human dhe me dinitet. Një nga çështjet që Avokati i Popullit e ka trajtuar vazhdimisht ndër vite është respektimi i të drejtave të personave me çrregullim mendor që janë vuajtje dënimit ose në konflikt me ligjin. Kjo kategori përfaqëson një nga grupet më të cënueshme, pasi përveç privimit nga liria, ata përballen edhe me nevoja komplekse, shëndetësore dhe sociale, të cilat kërkojnë trajtim të specializuar dhe mbrojtje të shtuar. Ndër shqetësimet kryesore vazhdon të jetë mungesa e kapaciteteve për akomodim të personave me çrregullim mendor. Për pasojë, këta persona me probleme serioze psikiatrike vazhdojnë të mbahen në qendrat e paraburgimit ose në institucionet korrektuese, ndërsa rekomandimet profesionale kërkojnë trajtim në institucionet e specializuara. Për adresimin e kësaj sfide me kërkesën tonë, Qeveria e Republikës së Kosovës ka ndarë buxhet për zgjerimin e kapaciteteve të Institutit të Psikiatrisë Forenzike, pasi kapacitetet aktuale janë shumë të limituara. Ky projekt pritet të përfundojë brenda disa muajve. Sa i përket trajtimit të këtyre personave gjatë vuajtjes së dënimit, me mbështetjen e Ministrisë së Drejtësisë është themeluar institucioni për trajtimin e personave me nevoja të veçanta, i cili funksionon si pavion i ndarë në kuadër të qendrës korrektuese në Dubrava. Ministria e Drejtësisë mbetet e përkushtuar në avancimin e standardeve të drejtave të njeriut dhe garantimin e trajtimit dinjitoz të personave të privuar nga liria. Mbrojtja e shëndetit mendor të personave të privuar nga liria nuk është vetëm çështje e sistemit shëndetësor, por një përgjegjësi e përbashkët institucionale që lidhet drejt për drejt me respektimin e dinjitetit dhe të drejtave themelore të njeriut. Nga perspektiva e gjyqësorit, kjo çështje ka një rëndësi të veçantë në rastet kur gjykatat vendosin për masa që prekin lirinë dhe trajtimin e personave me çrregullime mendore. Gjykatat e Republikës së Kosovës gjatë vendimarrjes për caktimin e masave të trajtimit të detyrueshëm bazohen në ligj dhe në vlerësimet profesionale të ekspertëve përkatës, por njëkohësisht kanë gjithmonë në qendër të vëmendjes mbrojtjen e dinjitetit njerëzor, integritetit personal dhe të drejtave themelore të individit. Këshilli Gjyqësor i Kosovës mbetet i përkushtuar për forcimin e sundimit të ligjit, mbrojtjen e të drejtave themelore të njeriut dhe avancimin e praktikave që garantojnë trajtim të drejtë, human dhe dinjitoz për secilin individ. Po nisim me këtë një dilemë të cilën ngriti zonja Haliti, për gjithë juve, nuk kemi as edhe një person të vetëm, jo vetëm sot, po ka 3 vite, as një person të vetëm, i cili në akt të vendim të gjykatës shkruan që trajtimi do të mbahet në Institutin e Psikiatrisë Forenzike dhe ky mbahet në Burg. Është 0 raste, ka 3 vite që asnjë rast i tillë. Themelimi i institucionit për trajtimin e persona me nevoja të veçanta ka qenë obligim ligjor qysh nga viti 2014.
Ky institucion është themeluar vetëm para 2 viteve dhe është shembull për rajonin. Ai plotson të gjitha nevojat, sigurisht që nuk i plotson, po jemi në rrugë të mbarë që të plotësohet edhe ajo pjesa e mbetur.